Autostrada Adriatik-Jon e shpallur prej më shumë se 2 dekadash si arteria e madhe që do të lidhte Shqipërinë, Malin e Zi, Kroacinë dhe Greqinë me korridoret e zhvillimit evropian, është sot shembulli më i pastër se si qeveritë e Ballkanit e kanë bërë zakon të premtojnë autostrada në konferenca shtypi, por të prodhojnë vonesa në terren. Shtyrja e nisjes së punimeve me së paku 3 vite nuk është thjesht një incident teknik, është fotografia zyrtare e pafuqisë, e mungesës së profesionalizmit dhe vullnetit politik për projekte që kërkojnë koordinim, transparencë dhe shtet funksional. Arsyet janë të shumta, por të gjitha kanë një emër të përbashkët. Qeveritë nuk kanë kapacitete, nuk kanë prioritete dhe shpesh nuk e kanë sinqeritetin për ta çuar projektin deri në fund. Burokracitë e pafundme kanë bërë që studimet mjedisore, leje teknike, aprovimet territoriale dhe auditimet të zvarriten pafund, ndërsa ministrat flasin për dinamizëm rajonal vetëm në deklarata. Në vendet tona një procedurë që duhet të zgjasë 6 muaj zgjat 3 vjet, sepse hallkat e shtetit janë të bllokuara midis papërgjegjshmërisë dhe interesave politike. Është edhe problemi i financave. Qeveritë bëjnë plane infrastrukturash që vlen miliarda euro, ndërkohë që buxhetet e tyre reale nuk mbulojnë as 10% të kostos. Ndaj projektet varen nga fondet e huaja, instrumentet financiare të BE-s dhe kreditet e bankave zhvillimore, procese të cilat kërkojnë dokumente të sakta, transparencë dhe studime serioze, por shumë shpesh qeveritë e rajonit kanë nxjerrë para partnerëve ndërkombëtar projekte të papërgatitura, të pambështetura me të dhëna, të paqarta dhe me kosto që ndryshojnë sa herë ndërron ministri. Vonesa është e lidhur edhe me mungesën e koordinimit rajonal. Shtetet e Ballkanit, të cilat në letër flasin për bashkëpunim infrastrukturor, në praktik mendojnë vetëm për vijën e tyre elektorale dhe për interesat e brendshme politike. Autostrada nuk mund të ndërtohet me logjikën e secili për vete. Nuk mund të fillojë Shqipëria pa qenë gati Mali i Zi, dhe nuk mund të ecë Mali i Zi pa qenë në sinkron me Kroacinë. Në vend të tryezave reale të punës, rajoni ka prodhuar vetëm samite fotografike, ku nënshkruhen memorandume që plurosen brenda vitit. Pengesa teknike dhe mjedisore janë gjithashtu pasojë e një modeli të vjetër qeverisjeje, mungesë përgatitjeje profesionale, mungesë ekspertize, mungesë vlerësimesh të thelluara. Rruga kalon në zona bregdetare, në zona të mbrojtura dhe në terrene të vështira. Të gjitha këto kërkojnë studime serioze, jo dosje të bëra me nxitim për të plotësuar një premtim politik. Kur qeveritë funksionojnë me logjikën e ta çojnë projektin në tender dhe pastaj shohim, vonesat janë të garantuara. Në fund, përgjegjësia bie mbi qeveritë që përdorin infrastrukturën si instrument propagande, jo si politik zhvillimi. Në Shqipëri, Maltëzi dhe në vende të tjera të rajonit, autostradat përmenden më shpesh në spote fushatash elektorale sesa në plane reale. Projekti Adriatik-Jon është bërë një simbol i konfliktit mes asaj që qeveritë thonë dhe asaj që arrin të bëjnë. Dhe ndërkohë që liderët rajonal fotografohen në samite, qytetarët e Ballkanit mbeten me rrugë të vjetra, trafik, mungesë sigurie dhe ekonomi që udhtojnë më ngadalë se retorika politike. Të gjithë këto arsye të mbledhura tregojnë një fakt të thjeshtë: autostrada nuk po vonohet nga natyra, por nga politika. Dhe përsa kohë shtetet e Ballkanit nuk ndërtojnë institucione që punojnë, reforma të vërteta në administrat dhe një kulturë të re qeverisjeje që vlerëson performancën mbi propagandën, çdo korridor i ri do të ngelet rrugë pa dalje. Autostrada Adriatik-Jon do të vazhdojë të jetë një ide e bukur në letër, një premtim i radhës që qeveritë e përdorin, por nuk e mbajnë dhe një mundësi e humbur për të gjithë rajonin.